Dhe kam pleksje të çuditshme, sag vrasjesh në Fushkuqe, sag vrasjesh në Kurbin, sag vrasjesh në Milot, sag vrasjesh apo 2-3 saga vrasjesh në Rëshen, 4-5 përplasje me shumë viktima janë në Lezhë dhe ose duhet që drejtori i përgjithshëm i policisë të mbështes me ekspertët më të mirë të zbulimit të krimit të vrasjes, sepse nuk është sport kështu i thjesht oficeri policisë gjyqësore ose oficeri i hetimit të krimit në policinë e shtetit. Është artë në vete. Është artë në vete, du ta zotrosh. Po nuk e zotron, po nuk e intuit, po nuk e burime informacioni, po nuk e rjet të fsheti informacionit, po nuk e bashkëpunëtor të shkëlqyer me rendimente, nuk mund të hajtosh dhe të zbardhësh të tilla vrasjesh. Sepse tashmë është sofistikuar krimi. Ndërkohë, para 2 ditësh mos gabojmë është shpallur një person në kërkim si i dyshuar për vrasje. Por të garantoj që ai nuk të garantoj me 99% që kjo është bërë vetëm për të thënë që ja policia diçka ka vënë në vijë. Por unë nuk bindem. Përse çfarë të shtyn të dyshosh që ky mund të mos jetë ekzekutori Pjetër Kazës? Shiko, unë kam thënë një diçka. Në zonën e Veriut, pavarësisht se mungon kurajo për t'i dalë, për t'i vënë gjoksin dhe për thënë po unë e kam bërë, hakmarrja është krenari. Po nuk e pranë, është krenari, po nuk e pranë, nuk dalin ta shfaqin. Pra, ajo që Pjetër Kaza është vrarë për hakmarrje, nuk diskutohet. Për gjakmarrje nuk them unë sepse po të thush që u vra për gjakmarrje duhet kesh ta norma të marrjes gjakut. Se gjakmarrja është një vepër që parashikohet te kanuni, por nuk ndodhet. Nuk ndodh në këtë forma. Nuk është kjo forma. Nuk ndodh në këtë forma. Nuk e pranon. Unë kam patur edhe një bisedë me kryetarin e pajtimit gjaqeve në qarkun e Mirditës edhe gjithë Shqipërisë. Dhe realisht bindesh, unë e njoh edhe kanunin e Lekduagjinit, njoh dhe kanunin e Skënderbeut, dhe kanunin e Laberisë, dhe kanunin e Lumës, dhe nuk më përputhen këto lloj vrasjesh si gjakmarrje bazuar në të drejtat kanunore. Pavarësisht se unë dua dhe kam dëshirë të prevaloj ligji në Shqipëri, por inekzistenca e strukturave të posaçme të policisë shtetit për të hetuar dhe zbuluar të tilla vrasje e len në rrugën e mbrapsht e kthimit mbrapa për të shkuar te kanuni, qoftë në pikpamje të gjakmarrjes, qoftë në pikpamje të hakmarrjes. Kam besim që personi i shpallur në kërkim, besoj në një kohë shumë të shkurtër do të paraqitet vetë para drejtësisë. Për thënë më kërkoni mua, se deri tani kanë dhënë vetëm inicialet, emrit s'ja ka dhënë. Po, G ka mbështetur. Dhe personi, kur nesër pas nesër se dikush do të flasi, do bëj, do shkoj të paraqitet vetë, thotë more mos jam unë ai që më keni shpallur në kërkim. Ç'lidhje kam unë me këtë muhabet? Siç ka ndodhur në shumë ngjarje të tilla. Por mos harrojmë se jo më larg se 3 muaj ne patëm 2 ngjarje, një në plan të Lezhës, dhe një e patëm atje afër Tegut, që u diskutua që kishin lidhje njëra me tjetrën edhe Baba i Roan Brahimit edhe. Nuk flitet më. Ke dëgjuar të flitet më? Pse nuk flitet? Nuk flitet sepse objekti i sulmi që mendohi tek Tegu, në Fark, po themi, mos ta përcaktojmë te Tegu. U plagosën 4 të rinj. 4 të rinj të pafajshëm. Ishte djali i një biznesmeni shumë të fuqishëm në Shqipëri. Dhe u paralizuan të gjitha mediat. Nuk flasin ma, as nuk e analizojnë ma të ngjarje, as nuk i rikthehet askush. Andi që ta mbyll se zgjata dhe bile dhe e shpërndava këtë analizën, që nuk më takon ta shpërndaj në këtë formë, por e shpërndava për të thënë që këtu është implikuar
gjithë shteti, dhe ne themi s'ka polici në Lezhë. Ne s'kemi shtet. Ne kërkojmë polici në Lezhë. Problemi shumë lartë. Po. Faleminderit Prençi. Ke besim që kjo ngjarje do zbardhet, policia ka identifikuar një person si dyshuar? Ja, nuk kam ne besim. Policia gjithmonë ka identifikuar ndonjëherë të dyshuar. Do kem besim kur ta shoh në sallën e gjyqit. Vetëm ai është besimi që më jepet. Në të kundërt nuk ka. Këtu nuk po bëhet fjalë që se nuk është vetëm ky rast. Kemi historinë e Mirditës, atë që është një ndër më të përgjakshmet në vend. E ti Serexhve dhe gjinve. Kemi shumë. Nuk kemi një. Unë ka bërë abisokol në atë histori, sepse policia ka pas një informacion për rastin e Kastriot Reçit, një informacion sigurisht i siguruar nga inteligjenca policore, thoshte kemi informacion që duan të vrasin Kastriot Reçin dhe të vajnë janë 2 persona që do të vrasin diku. Këtë nuk e besoj për një arsye, se ashtu si që rezultoi, snajperisti që e vrau ishte nga Malizi. Me një shifër shumë të lartë. Ka dalë në skaj dhe në kroqat. Është puna e vetme që ka bërë në Shqipëri. Kur kush në Shqipëri nuk mund të vrasi aq larg. Jo se nuk i kanë aftësitë. Kështu që policia nuk besoj se dinte gjë tek Kastriot Reçi. Që do vrite një njeri i cili ka probleme, domethënë. Informacioni është administruar në komisariat, prandaj po them. Por ajo mund të jetë se administrohet. Ashtu mund të ketë. Çdo njeri i mundshëm mund të thash, jo 13 janë vetëm në Mirdit, 100 janë, më shumë se 100 janë në qarkun e Lezhës, të cilët në çdo moment edhe mas 10 janë minë me sahat dhe 12 vjetësh. Janë 27 vjet u reaktivizua kjo. Mas 27 vjetësh. Mas 14 vjetësh u reaktivizua historia e Nikulajve me Lekstakaj. Mas 14 ajo, mas 27 kjo. Dhe goditja u dha në Belgjik e fillimit dhe pastaj erdhi në Mirdit. Çfarë do t'i bëjmë? Te vrasja ati, ajo është vrasja më e paguar ndonjëherë në Shqipëri, më e paguara. Vrasja e Kastriot Reçit? Po, ajo është më e paguara ndonjëherë dhe është kryer me del ke përgjimet, rastësisht del te përgjimet e dosjes së Suolçelës, i cili e kërkon me çdo kusht personin fjalë për ta marrë, për të ekzekutuar çapjat, dhe ai nuk i përgjigjet pozitivisht. 5 herë kërkesës. Pra ai kishte mbyllur të gjithën me një vrasje në Shqipëri. Kam përshtypjen që është një njeri që mund të dinte dhe shqip dhe ka lexuar se mbi kë ka qelluar dhe ka patur frikë për një akmarrje të mundshme, qoftë edhe në Malzi, të personave të cilët janë familjarë të viktimës. Kjo është e gjithë historia. Sipas meje në logjikën time. Absolutisht është kjo. Nuk mund të ketë një të dytë jashtë këtij diskutimi. Kështu që nuk di çfarë them, nuk dua të jem shumë kërkoni analizë. Po çfarë analize do kërkoj? Kjo analiza aty është e bërë vetë. Nuk ka asnjë lloj historiku tjetër për të bërë një analizë. Thjesht më dërgoj dikënd me dëshirë për të jetuar. Në dëshirë për të bërë veprime. Kush do shkojë për të bërë veprime? Dëshira e madhe nuk po i shkojë për shtat Altin Domani tu kur thotë që policia ka segmente shumë të mëdha të korruptuara. Por nëse nuk i ka të korruptuara në rastin konkret, i ka të friksuara, i ka neglizhente, i ka frikacake. Nuk duhet të them që janë të korruptuar. Ja, po e shmangin, po thua si. Po, janë frikacake, janë neglizhente, e quajmë të fundit fare të paafta. Ta quajmë si duash. Rezultati, sido që tjetë, është një. Mos hetim, mos përgjegjësi penale ndaj kurkujt. Mirë, thënë kjo, ne mund të kalojmë tek çështja tjetër, në vijim të kësaj të njëjtës bisedë. Për sa i përket vrasjes së Ermir Dedjas, pak ditë më parë në qytetin e Durrësit. 29 vjeçar, i cili u ekzekutua rreth 100 metra larg drejtorisë vendore të saj pra këtij qyteti. Dhe çfarë thotë policia?
Në vijim të veprimeve të thelluara të kryera nga grupi hetimor në drejtimin e prokurorisë së Durrësit me qëllim zbardhjen e autorsisë dhe rrethanave të vrasjes së shtetasit Ermir Dedja 2 javë më parë në lagje numër 18 në Durrës, bazuar në provat e siguruara nga hetimi. U ndaluan shtetasit e N36 vjeç banues në fshatin Shkallnur dhe KB 35 vjeç banues në Durrës për veprën penale kontrabanda me mallra të tjera. U shpall në kërkim shtetasi XD, 33 vjeç banues në Durrës për veprat penale, sigurimi i kushteve dhe mjeteve materiale për të kryer vrasje dhe kontrabanda pra me mallra të tjerë. Nga hetimet rezulton se këta shtetas në bashkëpunim me njëri tjetrin kanë kontrabanduar në Shqipëri 2 automjete tip Saat, njëri prej cilëve është shitur dhe më pas është përdorur gjatë vrasjes së shtetasit Ermir Dedja. Shërbimet e policisë kanë bërë të mundur gjetjen dhe sekuestrimin në cilësinë e provës materiale të automjetit tjetër tip Saat, i cili ishte kontrabanduar me qëllim për të përdorur për një tjetër ngjarje kriminale. Në kuadër të hetimeve, 2 ditë pas ngjarjes, policia identifikoi dhe shpalli në kërkim shtetasin shqiptar N44 vjeç banues në fshatin Rashbull dhe shtetasin maroken MD 46 vjeç për veprat penale, sigurimi i kushteve dhe mjeteve materiale për kryer vrasje dhe trafikimi i mjeteve motorike. Tani, ky është njoftimi i policisë. Sigurisht ishte një vrasje e natyrës tërësisht mafioze, automjeti tip Saat, pra një nga automjetet i cili u përdor në këtë vrasje u gjet i djegur në fshatin Gërdec. Tani për të vijuar bisedën aty ku e lam Sokol. Po. Atëherë unë do të toja tre raste të ngjashme. A mos e gjetën dhe automjetin e vrasjes së fundit në Vlorë? Dhe njeriu që e kishte dhënë? Kristian Bardhi. Çfarë rëndësie ka? Jo, Kristian Bardhi është Së ti gjetën në Vlorë u krye dhe kjo vrasje dhe u gjet personi që ka automjetin. Renato i Rojës në Vlorë. Edhe i Rojës. Këta të dy raste në Vlorë. A janë gjetë edhe ca këtu në Tiranë tillë? A ka bërë njëri burg për këta? Jo, këtu jemi tani. Se këtu ajo çfarë më shqetëson në gjithë analizën e kësaj është që shkojmë deri në një farë pike. Gjejmë kush ka siguruar kushtet, pra kush ka gjetur makinën. Por mbyllet. Dhe rasti Dobrashi, u gjetën kush siguroi makinën. Gjulio Vuksani ka mbështyetin person. Po, është ende në kërkim. Për të gjitha më për të gjitha. Ky u arrestua poliruaj, dhan arrest shtëpie. I dhan arrest shtëpie. Tani kemi disa raste në të cilat se e vetme gjë që ti nuk mund të shmangësh është kur shkon në vendngjarje. Po. Provat që gjen aty nuk mund ti prishësh. Sa janë me gjurmë gishtrish, janë me lëvizje, ti ke futur një makinë, mban ti përgjegjësi penale nëse ti nuk i nxjerr këta në kërkim. Apo jo? E qartë. Ajo që diskutojmë tani është thjesht sotri, çfarë hetimi bëre ti të hollësishëm? Kaq të fshet kanë qenë këta? Se nuk është një. Janë 5, janë 6 arrestuar në këtë lloj forme. Ka 3 vjet i ka gjetur policia e Tiranës kush siguroi kushtet për të kryer vrasjen ku ngeli e pafajshme e vrarë Banakjerja. Po, Mimoza Paja. Zero. Se kush e kreu. Dhe gjithë rastet e tjera. Zero. Po çfarë ndodh? Nuk zbërthejnë këta persona të tregojnë diçka më shumë? Po ata nuk zbërthejnë, sepse ata rrezikojnë 3 deri në 5 vjet burg. Pse duhet të zbërthehet ai? Për një gjë që rrezikon më shumë. Sepse kur e ka dhënë, ai e ka ditur ku e ka shitur. Nuk mund t'i themi atit ne pse s'tregon shokut. Se po i tregoj, ai futet bashkëpunim në vrasje, nuk futet sigurim kushtesh. E prandaj thuaj që këta nuk flasin. Po pse duhet të flas? Kush është ai njeri që do bëj 20 vjet burg, më tepër? Shkon për 3 dhe po pranon fajin që të shkojë 23. Po thot, ja shita, ja dhash filanit, nuk e di kush është, nuk e di se si më ka ndodhur, erdhi dikush, edhe mban përgjegjësi për atë vepër penale të vogël që ka kryer. Se ti nuk ja fakton dot që është në bashkëpunim. Ti fakton vetëm sigurimin e kushteve. Dhe atë me i kohë para burgimit, e cila shkon vetëm deri në 5 vjet burg, mund dali i lirë. Tani ishte në rregull me të vetën. Dhe në rastin konkret, edhe të Durrësit, që është shqetësuese. Sepse njerëzit aty u futën kundra vajtje, shumë afër policisë, e dinin reagimin e policisë që do ishte zero, nuk e kishin frikë fare kërkënd, pra makina erdhi nga marokeni, u fut nga jashtë, dikush shërbeu. Një sërlëvizje shtua. E para njerë marokeni në ADG. E dyta njeriu që ka arrestuar nuk do të tregoj kur. Marokeni është larguar në të njëjtën ditë që ka sjell makinën, në shkurt është larguar nga aeroporti i Rinas, ka sjell në portën e Durrësit, se informacion policia ka pasur që ditën e parë kur më kërkuan një makinë, ja solla,
e shita. Kaq. Edhe mund të bindem që është e tillë. Tregti po thua. Tregti ka ardhur, ka shitur një makinë Durrës, ka ikur pa letra etj, nuk i intereson fare se kush e ka bler. E po ta thrasësh nuk e di. Solla i makinë shita urë. Edhe është largu nga Rinasi. Në qartë. Se është shumë e vështirë të kesh një makinë vrasje sot, se cilën çdo makinë ka pronësi. Nëse ka një gjë kemi ardhur te pika që çdo makinë që është në Shqipëri ka një pronësi. Si çdo celular, edhe një kartë celulari mund ta mbash vetëm 7 ditë pa pronësi. Ditën e 7, kompanitë celulare thonë, zotëri, do ta mbyllim, shko regjistrohen në të kundërt. Qofse do. Mund ta përdorësh vetëm 7 ditë. Dhe pjesa më e madhe që nuk kanë më tani Sky dhe Encrochat, po punojnë në këtë lloj forme. Blejnë karta 5-6 ditë dhe pastaj flak. Sepse për 5-6 ditë ti nuk mund nuk ke detyrim, domethënë ta regjistrosh. Mas 6-7 ditësh domethënë. Është detyrimi edhe ta mbylli. Kjo është mënyra e re dhe nuk provohet se kush e kishte atë celular. Në qartë. Mirë. Faleminderit Sokol. Atëherë prenë që për të vijuar së bashku. Tani kjo vrasje sigurisht ishte vrasje e rëndë sepse ka natyrë mafioze brenda për mënyrën se si është realizuar e gjitha. Teknika e njëjtë si çdo vrasje tjetër, që të gjithë automjeti gjenden 1 apo 2 armë dhe na mbyllet historia këtu. Tani me gjetjen e këtyre personave të cilët kanë siguruar kushtet. Në këtë rast makinat, që në anën tjetër policia thotë që dhe makina tjetër do përdoren një tjetër ngjarje kriminale. Tani ka marrë informacione të thelluara policia këtu? A mund të shkojë deri tek autorët për faktin që thotë do përdoren një tjetër ngjarje kriminale? Kur e mësoi policia që kjo makina tjetër do përdoren në një ngjarje tjetër kriminale? Këtë dua di për shkak, ju keni qenë drejtues i lartë i policisë dhe njëni mirë hetimin. Përse nuk e mësoi më përpara se të ndodhte kjo vrasje e parë? Pra nëse bëjmë fjalë për seriozitet, që policia kishte informacion, çuditërisht masi ndodh vrasja e parë, policia mëson që kjo makina tjetër do përdori për një vrasje tjetër. Shiko Andi. Spari janë reduktuar vrasjet e thjeshta në Shqipëri. Me përjashtim të rastit një konflikti për pronësinë që quhet Xhaxhaj dhe vret nipin ose nipi e vret Xhaxhajin. Edhe këto zbulohen sepse e merr vesh gjithë fshati që doli me qifte ajo, se doli me kazëm dhe goditin kokë. Dhe këtë edhe po spat polici është e zbardhur ajo. Konfliktet banale flas. Këto janë konflikte banale të cilat ndodhin për shkak të kulturës së dobët që kanë njerëzit dhe perceptimit të pronës që ndoshta s'ka vlerë fare, siç ai ndodhi ai ngjarja e fundit që toka për cilën ato u vran se mbaj mend vendi tani që s'kishte vlerë as 1 milion lekë. Tash kur bëjmë fjalë për vrasjen e Durrësit, për cilët kemi shpallur, kemi ndaluar 2 persona, gjëja se kanë krijuar kushtet, edhe shpallëm kërkim 2 persona të tjerë, edhe këto për kushtet. Po. Kjo është një tren mallrash, në të cilin policia mund të fusi edhe mua dhe ty, si persona të dyshuar, na mban ca ditë brenda atje, dhe mbase më vonë merr dhe kolin, po kjo s'është punë profesionale. Ndaj dhe thash që policia ka kohë që ka dal nga shinat e punës profesionale, ku çdo oficer i policisë krimeve duhet të ketë rrjetin e fshet të informimit. Ne me gjithë ata presim kur po pendohet ndonjë antari i grupeve të strukturave të krimit, që të bëhet bashkëpunëtor i SPAK-ut, që të tregojë se çfarë ka ndodhur në lagjen tënde dhe në lagjen time. Pa puna profesionale e policisë sa më shumë shtohen dhe përmirësohen kapacitetet teknike të hetimit, aq më e dobët është hetimi tek strukturat bazë të policisë në nivel komisariatesh dhe në nivel drejtorie. Më e keqja fare është se po bien cilësia e specialistëve të hetimit edhe në drejtorinë e përgjithshme të policisë, sepse do thoja, nëse do kishte një rast të tillë, përse drejtoria e përgjithshme, departamenti i hetimit në drejtorinë e përgjithshme të policisë nuk zbriti me 5-6 ekspertë të luftës kundër krimit, të hetimit të krimit kundër jetës personit, dhe të merresh me çështjen e vrasjes së Ermir Dedjes. Përse departamenti i hetimit nuk ka zbritur 1, 2, 3 grupe
me ekspert të mirëfill të hetimit të krimit kundër jetës personit në qarkun e Lezhës, për ta ndihmuar këtë policinë vendore. Se në rast se policisë vendore tani janë bërë 100 vrasje, si thot Koli, 100 viktima, pa u zbardhur dhe pa u zbuluar asnjë autor. Sektori i vrasjeve në policinë vendore të Lezhës ka një shef edhe mund të ketë 2 deri në 3 specialistë.